Dita e dëshmorëve është shënuar edhe në Tetov. Me vendosjen e kurorave të luleve të freskëta, u nderuan dëshmorët që prehen në kompleksin e dëshmorëve në Tetov. Ky ishte një organizim i shoqatës së veteranëve të ushtrisë çlirimtare kombëtare, ndërsa në fillim u mbajt një minutë heshtje në nderim të dëshmorëve të vitit 2001. Në këto homazhe ishin të pranishëm shumë funksionar, ish veteran të luftës së 2001-shës dhe mysafir nga Shqipëria. Në fjalimin e tij, Hazbi Lika, ish komandant i brigadës 112 Mujdin Aliu, tha se është vështirë që të flitet për sakrificën që kanë bërë dëshmorët për të qenë sot ku jemi, ndërsa tha se dëshmorët do të kujtohen jo vetëm sot, por edhe në të ardhmen brez pas brezi. Në gjithë territoret shqiptare sot manifestohet, festohet, kujtohen dëshmorët e kombit, dhe kjo ndodh për shkak asaj se ato dhanë jetën, dhanë më të mirën të mundshme të vetën që kishin për të jetuar ne më mirë. Është e vështirë të flasësh, sepse fjalët nuk mbulojnë gjithë sakrificën që dhanë dëshmorët e kombit për këtë vend, por është e lehtë kujtosh, është e lehtë kur mendon se ato kanë dhënë gjithçka për këtë vend. Unë shfrytëzoj rastin që uroj, ndërkohë shfrytëzoj rastin që t'ju shpreh dhe ngushëllimet e mia familjeve, për cilën jemi këtu sot, sepse dëshmorët e kombit janë ata të cilët nuk do të harrohen kurrë. Dëshmorët e kombit janë ato të cilët i mbajnë mend, jo vetëm ne që jemi gjallë sot, por ato që do të vinë pas nesh, gjenerat pas gjenerate, vite pas vite, dekada e shekuj pas shekuj. Në ndërkohë homazheve të djeshme ju bashkua edhe kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami, i shoqëruar nga deputeti i koalicionit Vlen Adnan Azizi. Pas homazheve, kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami në rrjetet sociale shkroi: 5 maj është data që na fton të ulemi me përullësi përpara historisë sonë. Është dita e kujtesës, kur Tetova përkulet me respekt përpara bijve dhe bijave të saj që sakrifikuan për lirinë, drejtësinë dhe dinjitetin njerëzor. Trashëgimia e tyre nuk është vetëm e djeshmja jonë, por është udhërrëfyesi ynë për të ardhmen. Le të jemi të denjë për gjakun e tyre, duke ndërtuar një shoqëri më të drejtë, më të barabartë dhe më njerëzore. Lavdi dëshmorëve, lavdi popullit ton, shkroi mes tjerash Kasami. Në ndërkohë, mbrëm në Shkup u mbajt edhe akademi përkujtimore kushtuar dëshmorëve të kombit.